zotit Meta në sallën e gjyqit. Madje ka qenë kryefjalë për gjatë gjithë javës që për datës 27, pse jo në kontrast të plot me pamjen tënde. Së pari dua të të pyes si ishte të shihje ish bashkëshorti, nuk e di pas sa muajsh, mbi 18 muaj? Nuk kam parë lirin, se kemi që kur ka filluar gjyqi në shtator. Që 27 shtator që kemi filluar më thonë gjyqin para pra. Sa kohë ishte që nuk e shihe nga afër? Që nga data 18 mars. Që nga 18 mars. E para një herë dua të them që kjo se keni të krijoj, si ishte ai moment? Unë dua të bëj një gjë tjetër, nuk është ajo çfarë është në media, po të shikosh posturën e Ilir Metës, se ke shumë më të drejtë se çka pas një posturë tjetër. Unë mendoj që ka pas. Pra ti ke parë një anë tjetër nga ajo që ka parë publiku? Iliri dhe ai vetë që ishte auto-intervistën. Ai kishte një imazhin e të burgosurit politik, normal, nuk diskutohet, por shiko çfarë posture ka. Shifi si ka shpatulla drejt, ndërkohë që para 2 vjetësh kur unë kam parë për fundit ka qenë i krrusur, pra ndërkohë që unë mendoj që ka pas numrin e kostumit 56, duhet ta kishte 52-shi, pra t'ja çon. Ja kanë dhënë gabim, ja kanë dhënë të madh. Kur ka qenë i shëndosh. Para e dyta dhe ana tjetër do shikoja reagimin mendor të tjerë dhe të folurin. Pra ai nga mendja dhe nga të shprehurit për mua ishte sniper, ishte i qartë dhe shumë i fokusuar tek imazhi fillimisht. Imazhi është i pagjumë. Portreti. Për mua është i pagjumë, pra sa e njohun Ilir Metën, është i pagjumë, pra me qeset e syve nga pagjumësia. Është i bardhë, ai është vetë bardhosh si personazh, nuk del në diell, dhe kjo është një nga problemet që kam.